Lirimi i Ilir Beqës është dëshmi e fundit flagrante e kontrollit të plot dhe total të sistemit të drejtësisë nga Edi Rama. Totalisht. Vetë akuza kundër tij ishte qesharake në raport me plaçkitin e 100 milion eurove. Mos harro se sterilizimi dhe iniciator është Edi Rama, themi të sinqert, kemi kështu, të dilte në ekran me një gërshër të thyrë dhe një pincë të ndryshkur, se jam me çfarë operoheshin. Rriti 84% sipas ekspertëve çmimin e sterilizimit në Shqipëri. Natyrisht Ilir Beqa do dilte, sepse Ilir Beqa vjedhje të mëdha bëri me Edi Ramën. Ilir Beqa do dilte se jo ma pak përgjegjëse ishte korba e Covidit. Ajo është një nga figurat më të urryera në historinë e këtij vendi. Përgjegjëse me qëndrimet e saj kriminale dhe të Edi Ramës për 20.000 vdekje shtesë nga Covidi. 20.000 vdekje shtesë. Jo ato të Covidit, po mbi Covidin. Do më thanë që Covidi në Shqipëri u zhvillue më rëndë se në çdo vend tjetër. Dhe pse? Fare thjesht. Sepse Shqipëria edhe në kulmin e Covidit pati disponibel për qytetarët e saj as gjysmën e shtretërve që pati Kosova. Kosova kishte 1200 shtretër, Shqipëria kishte 500 shtretër. Prandaj dhe biles t'i kërkojnë të falur Beqës se e mbajtën shumë. Na falo Beqës të mbajtëm si shumë.